Pas vllazërisë 5 vjeçare me Gruevskin, Ali Ahmeti dje u tregoi shqiptarëve sa i madh ndjehet me Jaranitë e reja, me Romt, Canovskin, Jaranin me Nikolicin dhe Dačićin pas marrëveshjeve të nënshkruara. I madh kundrejt shqiptarëve të diskriminuar, nënçmuar, ofenduar, të rrahur e të vrarë. I madh kundrejt Harun Aliut, i madh kundrejt nënës Feride dhe grave të tërhequra zvarr nga policia maqedonase në rastin Monstra. I madh kundrejt flamurit kombëtar, i zvogluar për 1/3 me ligj. I madh kundrejt sakatosis të gjuhës shqipe. I madh në tradhti. Betejë e PDSH-s është kundër tradhtisë, shitjes së interesave të shqiptarëve nga kushdo qoftë, të mëdhenj apo të vegjël. Ali Ahmetin nuk e shpëtojnë as tomahawkët, bunkerët dhe llogoret, terme të përdorura nga ai në mesazhin për fushat të qetë të thojza, drejtuar shtabeve të tij, por që kjo pjesë nuk u përcjell nga mediumet. Friga e humbjes ishte evidente dhe i ka kapluar të gjithë në BDI. Ju apelojmë të jeni të qetë dhe mos shkaktoni probleme, sepse shumë shpejt do të kuptoni kush janë të mëdhenj. Ata si jeni ju, të mëdhenj janë populli dhe Zoti.